Si që jeni në dijeni, Parlamenti i Kosovës u shpërnda, data e zgjedhjeve të reja u caktua, mirë po situata në të cilën ndodhemi dhe e mendoj, edhe pse nuk jam analist, se situata do të jetë shumë e keqe dhe jo e voliqme për të krijuar qeveri e për të zgjedhur president. E them kështu sepse mendoj se asnjë parti politike nuk do ta ketë shumicën. Nuk do të ketë numrat të krijoj qeverin e vetme dhe të zgjedh presidentin pa një marrëveshje politike. Andaj po kom droj se do të përfundojmë përsëri dikun vjesht prap me zgjedhje. Është udhës që udhëheqësit e partive politike të ulen bashkë, të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Dhe normalisht në fushatën zgjedhore do të ketë akuza e propagandë si gjithmonë, mirë po masi të përfundojnë zgjedhjet, duhet të gjehet një gjuhë e përbashkët dhe një unitet pak më i madh në mes të partive dhe të krijohet një qeveri, të zgjedhet presidenti dhe Kosova të vazhdoj rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në NATO.